O zoti, Kamila, erë deputetët nuk e njësha mbët atë demokratikës. Kur na futën çunat në burg, shkuan të gjithë këtë dega. Po? Ma na lej mu makinë ke kama. Ja të japim që... Po? Po, i thashu, kam ne për një gjip. Kishtu i kam hanë dite. Na ke ishe i truni. Nuk lushim edhe policia na provokoi, i mastar gjok. Atje që ndodhi që pristi djem që t'i nxirrit nga policia. E di se kam ato pamje. Mastar gjëka, kape një çun gjë futa me na i thashun hape portën se krejt brenda të hym ne. Ç'do na bëj gjithë ne dega? Ç'a do na bëj? S'ka shta po. Rajoni se dega ka qenë emërtimi e kohës Xhaxhit, kështu që na kujtove atë kohë, na e sollën në memorie. Si duhet. Po Xhaxhi që tamam se ti për ta bë këta di forcat politike, dash liçenin këtu, dash kanalin e Klos nuk e bën. Nuk e bën sakt. Pse ka qenë më i mirë ai dje se sa këta sot? Për ne, për çit popull. Liçenin e bani Xhaxhi maf. I sajta shan dikush. E ne kanalin e Klosit. Qajon që e ka kanali Klosit që ja vjen një lule ati. Se gjen për ta bë këta di forcat politike në bën asher. Ta munoj për të vjet. 2 kilometra rrugë. Më thota kënë male mu. 5 vjet. Mësuq, qënor nuk i thash shumë publik, thash qënorin qënoris. Që i qënojt, përlaj pushkën, ta përlaj aj pushkën, se ati ja këmë të më votën. Në vërtet. Ajo dha prantime, pse s'gje? E murëm ku gjetë qunat burë. Sa nuk erë? Nuk erdhi, jo? Nuk erë. As deputeti, as sekretari Se ka ardhë, ata s'mund t'ja mëj. Ata nuk në kanë ndihmuar. Eri të kim, po ku e murëm ku në hinë qunat bëjna, se... Po, aty e kom njoftuar dhe në kanë ndihmuar. Ato A 2 vite? ndihmohem. Po si më da mu suq. Qënorit, marë pushën, atë baje me donë. Vite daj, sa ati i këmë da më bo. Faleminderit për këtë bisedë. Kush ka për të shtuar diçka? Keni për shtuar? Okej. Unë edhe një herë do i bashkohem zërit të qytetarëve, zërit të banorëve, sepse ky emision këtë mision ka. Për qenë zëri i popullit. Pa dallim politik dhe në mbrojtje të pasurisë, të trashëgimisë, të natyrës. Vërini çfarë do lloj emri. Ky është emisioni fol që bëhet në popull dhe përçon zërat e popullit pa filtra, pa censurë. Kryeministri ja kemi çuar me mesazhin e parë përmes banorëve, asnjëherë unë si gazetar, unë thjesht u bashkojmë zërit, sërish banorët i çojnë një mesazh, mos e vrit këtë bukuri, mos na largon nga Shqipëria. Ky është emisioni nga Kurdaria miq, emisioni rradhës do jetë, kuptohet një vend tjetër Shqipërisë, ka gjithmonë shqiptar në hall, në probleme, duan të flasin, duan të dëgjojnë, ndoshta s'kan pas dritare ku me fol. Këtë rradhë e kanë. Është emisioni fol. Deri atëherë kalofshi sa më mirë.